A ju do të shoni rrugë, ose a kryeministri, a do t'jeni ju kryetari Prishtinës, apo kryeministër zoti Albin Kurti? Po këtë do t'a tregoj 12 tetori i këtij viti. Unë besoj fuqishëm që ne do t'a fitojmë Prishtinën pa balotazh, sepse kemi tregu... Pa balotazh do të. Pa balotazh, sepse kemi tregu që kemi bërë një numër të madh të projekteve në kryeqytet. Faktikisht janë aq shumë, so që ne kemi përfshi në një website, Prishtina.work, ku secili qytetar mundet me u fut aty, me hy edhe me i pa projektet e mbaja në të gjitha sferat në kryeqytet. Pra kjo është ajo që tregon edhe i luz të gjithë qytetarët që këtu munden me hy, me pa numërin e madh të projekteve që i kemi bërë jo vetëm në zonat qendrore të kryeqytetit, po edhe në zonat periferike, pra në zonat rurale, po ashtu projekte të përfunduara, projekte në të cilat punohet, projektet për te, pra vizioni ynë për të ardhmen, pra gjitha këto janë mundësi për qytetarët që të shkojnë edhe vetë të shojnë punët e mdhaja të cilat janë kry në kryeqytet. E keni pasur një website tjetër për parimrama.com, për e mbyllët për të mos i parë ato që ka keni premtuar më herët? Jo, vetëm janë këtu në, kjo është prishtina.live/2021-2025. Vetëm kjo nuk punon me për parimrama.com? Nuk hapet? Nuk e ka marrë dikush tjetër për fat keq, e ka bler dikush. Si ndru gati me pagesë. Edhe nuk e kemi këtë... A kjo ka qenë vetëm për fushat për të fituar zgjedhjet atëherë dhe si në kujtesë? Atëherë na u ka dashur edhe se tash si kryetari i kryeqytetit nuk them shkon për Parimrama, unë them shkon në Prishtina, sepse nuk është për Parimramën, është për kryeqytetin. Prandaj edhe jemi në Prishtina.work, pra këtu i ke të gjitha projektet këto me yje. Tash jo pas këtë bërë ishulli urban, 40% është punuar? Po ishulli urban, po se kjo është ashtu punu, po them, neve na i kanë ndalu aty ose jo ndale dhe mundohen me na pra është pjesa që e lidh Dragodanin, Arbërin, me pjesën... Pallatin e Rinis me Arbërin. Po, pikrisht, edhe keni pa që tash po i ndërtojmë këto off-site, po i ndërtojmë në fabrik, para fabrikume, që me ardhe dhe me instalu. Sepse aty në site, pra në punishte, vinë edhe në ndalin. Në më dhënë duhet me ndruna strategji... Në lokacion tjetër, po i përshtatën i strategjive që të mos blokohet. Kjo është luft. Në më dhënë, ne që ka jemi të buktu është një luft urbane, ne mundohemi me zhvillu, deri sa këta mundohen me na bloku. Edhe ne nuk dorëzohemi, po them, unë i kom thonë që unë nuk jam njeri që dorëzohet. Ne gjërë një derë na mbyllin, ne i hapim dhe tjera. 40% nuk janë vetëm shtyllat që janë vendosur. Jo vetëm shtyllat, është projekti, dhe më thonë planifikimi, projekti, shtyllat, plus ato që ka janë dubo në fabrikë. Dhe më thonë, kjo është puna e cila është zhvillu deri tani në këtë projekt, edhe po them që nuk do të ndalemi, tash shumë shpejt kemi pa dhe ato elementet horizontale, për kundër faktit po them që tash 10 muaj e kemi të blokum buxhetin, pra 50 milion tonat janë të blokume prej Ministrisë të Financave, pikrisht se kam pa që s'po ndalemi. Dhe më thonë, vitin e kalum, në vitin 2024, për kundër sabotajave, blokadave, të gjitha këtyne ne kemi realizu buxhetin përmi 80%. Buxheti historik maj madhi i realizum në kryeqytet. Për këtë edhe shini numër të madh këtu të projekteve në gjithë kryeqytetin. Keni premtuar 6 pika parkingu, ishull Arban, Naktash, në nkalim të rrethi Veterniku, transformim Prishtinës vjetër, platon ndërhyrëse mes Arbërisë dhe Pallatit të Rinis, parking nëntoksor në lagjen Dardania, digitalizimin e sistemit shëndetësor në Prishtinë e tjerë. Ku kemi mbetur me gjithë këto projekte? Tash i kemi një numër i madh i projekteve, po i shihni që i kemi këtu. Domethënë platformën jemi duke ndërtu, sheshin George Bush po ashtu. Në nkalimin Agim Ramadani i gjithë projekti është i gatshëm. Domethënë neve na e kanë ndalu edhe ne nuk kemi shty përpara aty sepse është një arterje kryesore e kryeqytetit edhe na kanë ndalu se kanë thonë që mundesh me gjetë të gjetuna parahistorike. Ku është na me gjetë diçka aty, edhe me zhvillu turizmin, me zhvillu mundësinë e traditës, çka kemi pas, trashëgimisë, arkeologjike, po ja që këta në bazë të dokumentave jo ekzistent neve na ndalojnë punimet. Projekte tjera madhore, unë i kam prezantu si projekte të partneritetit publiko-privat. Për shembull, kjo në nkalimin në Veternik,